Manastiri i Zvërnecit, i pozicionuar në jug të Shqipërisë, pranë qytetit të Florës, është një nga më të njohurit dhe më të vizituarit përgjatë gjithë vitit, jo vetëm nga vendasit, por edhe nga turistë huaj. Për mikrofonin e ECNA, turistë nga Gjermania, Britania dhe Kanadaja shprehen të impresionuar nga natyra, njerëzit dhe historia. Jena nga Gjermania, Nürnbergi, edhe kena atje ordinance për stomatologi atje. Edhe erdhëm edhe tash edhe këtune me 42 punëtore për me vizit manastirin, Tiranën edhe Vlorën. Unë original jam nga Jetetova, edhe erdha edhe unë pak deri tash këtune tash shoh edhe vendin shqiptar. Herën e parë unë jam këtune, jam qenë se edhe tezën e kam këtu në Tiranë, dentiste është, edhe atëherë në vitin deri 98 isham edhe në Tiranë unë një herë. Një turiste britanike tha se nuk është hera e parë në manastirin e Zvërnecit. No, it's not the first time. Vim nga Britania, jo, nuk është hera e parë, është më mirë moti, është më ngrohtë, na pëlqen këtu, kemi mësuar dhe gjuhën, disa fjalë, deklaroi ajo. Një tjetër u shpreh se kishte ardhur për pushime. Yes, we're here for a vacation. Ne donim të shihnim Shqipërinë, pjesën më të madhe të kohës shëtisim me biçikletë, është hera e parë, impresioni i parë, vend i bukur dhe njerëz miqësor. Ndërkohë një turist nga Kanadaja deklaroi se njerëzit janë të mrekullueshëm. Manastiri daton që nga shekulli 14 dhe është ndërtuar në një vend të bukur, mbi një kodër që ofron një panoramë të mrekullueshme mbi ambientin përreth. Arkitektura e manastirit është karakteristike për stilin bizantin, me mure të trashë dhe elemente të tjera tipike për ndërtimet e kohës. Në brendësi të manastirit ndodhen dhe disa ikona dhe piktura murale, të cilat pasqyrojnë artin e periudhave të ndryshme, duke treguar historinë dhe zhvillimin e besimit ortodoks në Shqipëri. Një aspekt i rëndësishëm i manastirit është lidhja e tij me komunitetin lokal. Manastiri i Zvërnecit ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e traditave kulturore dhe besimeve fetare, duke qenë gjithashtu një qendër për shumë besimtarë ndër shekuj. Sot manastiri i Zvërnecit tërheq vizitorë të shumë, si për vlerat e tij historike dhe kulturore, ashtu edhe për natyrën e bukur që e rrethon. Është një vend i qetë ku njerëzit mund të reflektojnë dhe të shijojnë bukurinë e peizazhit shqiptar.